s'është ndryshim. Ky është një krijim i një bunkeri juridik, pa ligjshëm dhe antikushtetues, për të mbrojtur një njeri që i ka ardhur zjarrit e derës shtëpisë. Kaq është kjo. Ndërsa sa i takon në thelbin e saj, kjo thotë është edhe një tullë e fundit që kishte mbetur reformës drejtësi, bashkë me këtë rrëzohet. Sepse Shqipëria, pikërisht ndryshe nga gjithë të tjerët, organizohej në atë kohë, pavarësisht debateve shumë të forta që ka pasur, edhe për zgjidhjen atipike e të gjithë të tjerat, miratoi një prokurori speciale, një gjykatë speciale për krimin dhe korrupsionin e gjyqtarëve të lartë. Një instrument që nuk e kanë, ju e dini që në rajon nuk u pranua që të bëjë as nga vende të tjera, as nga Kosova, Maqedonia, pra një mekanizëm kaq i fortë. Pse? Se për të përgjigjur një situatë, sepse korrupsioni ishte në nivele të tmerrshme dhe ishte gërryente po shkatronte shtetin. Prandaj u ndërmor një gjë e tillë. Dhe në këtë moment që kësaj prokurorisë speciale, që do të thohet në kuptimin e plot fjalës, të kishte autoritet plot, të mos kishte asnjë kufizim, pra ta godiste kudo që ta shihte korrupsionin, tani i vën përpara dhe thonë, ne do bëjmë një ligj që kushdo që është në qeveri, ta kuptojë edhe rishikuesi, të vazhdojë të vjedhë, të shqepet, bëjë çfarë dojë, dhe kjo është në dorën e kryeministrit e heq apo se heq. Këtë kanë thënë këta, sepse po i afrojnë mbrojtje politike. Kanë bërë një, nëse mbani mend, eksperimentin e parë kanë bërë me Sajmir Tahirin, ku kërkesës prokurorisë krimeve të rënda në atë kohë, duke u sjell, siç e menduan ata, nuk e miratuan plotësisht, duke shënuar nga precedentet e parë të pluralizmit shqiptar për dhënien mbrojtje politike atyre që ishin probleme me drejtësinë, sepse ju e mbani mend që të gjitha qeveritë të majta apo të djatha, kur ka qenë çështje që ka pasur probleme të tilla, kanë qenë shumë të prerë dhe nuk kanë negociuar fare dhe bile është trajtuar me shpejtësi duke shprehur vullnet që ne nuk e mbështesim këtë. Kurse në rastin konkret, të gjithë mendojnë që kjo po bëhet për ballukun, për të mbrojtur ballukun e tjera. Asnjë s'është kaq naiv. Ne si jemi jo, po nëse hutohet ndonjë në publikun që na dëgjon, ta dinë, është problem. Adi Rama ka hallin vetëm, mos trokisni, mos guxoni të vërë ato, siç i keni parë protestat që bllokon derën e kryeministrisë që e blindon, po përpiqet të blindoj mos ketë mundësi që të hyjë drejtësia në zyrat e tij. Kaq e qartë. Por për sa i takon asaj për cilën ne e keni dëgjuar dhe ju e keni dëgjuar dhe keni përcjellë në studiot tuaj, reforma, armiqtë e reformës janë opozite, opozitarët kanë frikë nga reforma në drejtësi, sot më në fund, edhe ai shqiptari më i fundit, e mori vesh që këtu i vetmi njeri që ka frikë nga reforma në drejtësi, është vetëm Edi Rama. Sepse edhe praktikisht ato që kanë dalë në dosjen Balluku, kanë dalë në dosje tjera, po që kanë dalë, nuk kuptoni, ato kanë tromaksur të madhe të vogël.